vite nga vrasja e Liridona Ademajt zbardhe dëshmia e babait Naim Murselit. Nuk kam pasur dyshim se zbardhe dëshmia e babait Naim Murselit, Shaban Murseli, në lidhje me vrasjen e Liridona Ademajt. Në gjykatën themelore të Prishtinës është lexuar dëshmia e tij. Nëse ka pasur dyshim se çfarë ka ndodhur, as nuk e di, as nuk e kam ndonjë dyshim se çfarë ka ndodhur, se çfarë ka mundur të ndodhë në këtë rast, ka deklaruar ai. Shaban Murseli ishte pyetur se a ka pasur djali i tij armë për çka e kishte mohuar një gjë të tillë. Fillimisht ngjarja e ndodhur në fshatin Bërnic të Prishtinës u raportua si vrasje si pasojë e grabitjes, por hetimet morën një rrjedh tjetër me skenarin e dyshuar se bashkëshorti i saj porositi vrasjen atë natë 29 nëntor 2023. 30 vjeçaria ndodhej në automjet me fëmijët dhe bashkëshortin Naim Murseli. Ajo u qullua me një plumë në qafë në pranit të fëmijëve të saj. Dyshimet janë se vrasjen e kishte kryer Granit Plava me urdhër të Murselit, i cili kishte premtuar 30.000 euro, i dyshuar edhe nipi i Murselit, Kushtrim Kokalla, që ishte pjesëtar i FSK-s. Ata u arrestuan ditën kur u varros Liridona, ndërsa ajo që e rëndoi këtë ngjarje ishte se vetë bashkëshorti i saj mori pjesë në ceremoninë mortore, duke pritur ngushëllimet për vrasjen që ai vetë kishte porositur. Të tre të dyshuarit, përfshirë edhe bashkëshortin e të ndjerës, vazhdojnë të mbahen në paraburgim. Murseli dyshohet se veprën penale vrasje rënd në bashkëkryerje, Plava për veprën penale vrasje rënd dhe veprën penale mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, ndërsa Kokalla për veprën penale marrëveshja për të kryer veprën penale vrasje rënd. Motivi i kësaj ngjarje të rënd nuk dihet ende, ndërsa në prokurorinë e Kosovës janë disa pista të cilat u aluduan gjerësisht në media.